të lutemi. Zoti dashur, faleminderit Perëndi për hirin tënd të madh, Perëndi, që ti ke treguar. Ti jemi shumë mirënjohës, Perëndi, që na ke dhënë privilegjin të të njohim ty personalisht përmes Krishtit. Faleminderit për sakrificën tënde të madhe, Zot. Ti dhe gjithçka. Ti u derdhe komplet, Perëndi. Vërtet, Zot, që ne të mundemi të ringrieshim e të merrnim faljen e mëkateve përmes gjakut tënd të derdhur në atë kryq. Faleminderit, o Zot, për sakrificën e jashtëzakonshme. Kush mund ta mendoj? Çfarë dashurie të madhe, Perëndi. Kush jam unë, Zot, që ti të hedhër syt tek jeta ime, Perëndi, dhe të më ngresh përsëri. Por faleminderit, Perëndi, që ti më çmove, Perëndi, ti më bleve me një dashuri të madhe, Perëndi. Faleminderit për gjithçka, Perëndi, dhe jo vetëm kaq, por edhe që ti, Zot, na ke dhënë një jetë të re. Ti, Zot, na ke dhënë një kujtim, Perëndi. Ti, Zot, na ke dhënë një mundësi, Zot, që ne të mundemi të jetojmë për ty. Edhe të mundemi, Zot, që me jetën tonë të bëjmë të njëjtën sakrificë ashtu si ti, Zot. Që ashtu si ti sakrifikove që njerëzit të shpëtohen, ne të mund sakrifikojmë jetën tonë për ty, që njerëzit përreth, Perëndi, të mund të shpëtohen gjithashtu. Lutem, Perëndi, na përdor, ashtu si Krishti të bëhemi ne çdo ditë. Faleminderit për këtë kohë. Lutem na përgatit për fjalën tënde. Në emrin e Zotit Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht. Falenderojmë. Amen. Ty të përkat,
Derisa shumë të ballë për ballë, dhe hiri yt të këtij më sjell, besoj në ty. Me gjithçka jam jetoj të shoh të ndërret ri, në zemrën time lutem u bë vullneti yt. Derisa shoh ty ballë për ballë, dhe hiri yt të këtij më sjell, besoj në ty. Do t'jetoj të duar, do t'jetoj të sjell lavdi, do t'jetoj si fëmijë manitur nga ti. Ti je zëri që universit ti e krijuar. Ti je përshkrima në zemrën time që më vlen. Derisa shoh ty ballë për ballë, dhe hiri yt të këtij më sjell, besoj në ty. Amen. Do t'jetoj të duar, do t'jetoj të sjell lavdi, do t'jetoj si fëmijë manitur nga ti. Nga ti, vetëm ti. Një gjithçka Zotje, vetëm ti. Jete një Zot me gjithçka që jam, me shpirt do t'bekoj emrin tënd. Më e madhja dashuri që dikush mund njoh, që mundi kryqim dalin shpirtin ti shpëtoj. Amen. Derisa shoh ty ballë për ballë, dhe hiri yt të këtij më sjell, besoj në ty. Që e lan mëkatin tim, vetëm gjaku i Jezusit, që më jep sërish pastrim, vetëm gjaku i Jezusit.
prej teje, mera që mes nesh, edhe pse isha më katar, Zot, vështrimin tënd nuk qesh, ndaj ti troni let, rruga e shpëtimit t'jesh, që ai front të banoj, brenda zemrës time, Zot, atje atë kryq, pagove borxhin tim, do zinxhir nuk më pun, shpirtim është dashni.
Të gjithë e dim atë, unë dua ta ngrej Jezusin lart, ë? Hajde. Ne duam ta ngrejmë Jezusin lart, si një flamur mbi vendin ton, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Ne duam ta ngrejmë Jezusin lart, si një flamur mbi vendin ton, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Do ta ngrem, do ta ngrem Jezus Krishtin lart. Do ta ngrem Jezus Krishtin lart. Hapa sapi përmbaroj, dhe atë reja në fitoj. Lutja jonë është ame fuqishme, për tesat e djavit, gëzohen poshtë e poshtë e poshtë. Ne duam ta ngrejmë Jezusin lart, si një flamur mbi vendin ton, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Ne do ta ngrem, do ta ngrem, do ta ngrem Jezus Krishtin lart. Ne do ta ngrem, do ta ngrem, do ta ngrem Jezus Krishtin lart. Hapa sapi përmbaroj, dhe atë reja ne fitoj. Lutja jonë është ame fuqishme, për tesat e djavit, gëzohen poshtë e poshtë e poshtë. Ne duam ta ngrejmë Jezusin lart, si një flamur mbi vendin ton, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Ne duam ta ngrejmë Jezusin lart, si një flamur mbi vendin ton, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Amen, amen, amen. Mund të ulemi? Mund të ulemi? Sa di Zoti, po kjo është. Mirë, do kemi kohë në frime, se vëllezërit mund të bëhen gati me çanta. Ndërkohë duam të urojmë edhe mirëseardhjen atyre që janë për të parë sot. Nëse ke ftuar diko ose ke ardhur vetë, mund të prezantohesh ose prezantosh atë që ke ftuar. Dikush që është për të parë sot, as pak nuk duam t'ju vëmë siklet, por thjesht duam t'ju urojmë mirëseardhjen. Dikush që është për të parë? Okej, mirë. Te kryqi u mbi, t'marrë mëshirë dhe hir. Te kryqi u mbi, ku vendin tim vdiqe ti. Të lë dobësita, të marrë forcë në ty. I përullur te kryqi u mbi. Te kryqi u mbi, t'marrë mëshirë dhe hir. Te kryqi u mbi, ku vendin tim vdiqe ti. Të lë dobësita, të marrë forcë në ty.
Lavdi Zotit. Një duar trukitje për grupin e adhurimit, e kasene lavdi Zotit që na drejtojnë në adhurim edhe është bekim për ne. Mirë, le ta hapim Biblën te libri i Fjalëve të Urta sot. Tani thjesht them Xhefi Erla sa gëzim që jeni me ne sot, sinqerisht. Është bekim t'ju kemi, jam i sigurt që do shihoni kohën me njëri tjetrin, se di që ati është goxha punë edhe gjë, por edhe me ne të tjerët. Është gëzim që ju kemi, po mendoja në fakt i them vlla Xhefit për të predikuar, se di që kur pastori lëviz ka nevojë për pak qetësi edhe që të mund të kaloj kohë me njerëzit. Edhe i thash, a do të predikosh? Po, tha. Mirë, javën që vjen, në fakt të dielën që vjen, Xhefi do të predikoj, është gëzim për ne që ti kemi këtu. Fjalët e Urta, kapitulli 11. Fjalët e Urta, kapitulli 11. Sot do të shohim një temë shumë të nevojshme për secilin prej nesh. Nuk e di, a e mbani mend momentin e shpëtimit pas asaj kohe. Unë flas për veten time, për shembull, kur pasi pranova Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, kisha dëshirë të dëgjoja ose të mësoja çfarë mendon Zoti. Edhe në të vërtetë, lexoja shpesh librin e predikuesit atëherë nga fillimet e mia. Më pëlqente shumë urtësia që ishte në Bibël, edhe në të vërtetë, Bibla flet shumë për urtësinë. Edhe kjo në kontrast me marrëzinë ose me budallëkun. Sot ne do të shohim diçka e cila ka shumë rëndësi për jetën e secilit prej nesh. Mos mendoj që nëse mendon sot që kjo temë për cilën do të flasim sot nuk është për ty, atëherë së pari është për ty. Dakor? Në botën ku ne jetojmë sot, këshilla e Zotit për ne si besimtarë është më e mira. Te Fjalët e Urta kapitulli 11 dhe vargu 2, Salomoni që ka shkruar librin e Fjalëve të Urta, njeriu i cili ka qenë shumë i ditur, shumë i urtë, ka thënë kur vjen kryelartësia, vjen edhe turpi, por dituria është me njerëzit e thjeshtë. Le të lutemi bashkë. O atë faleminderit për këtë mëngjes, faleminderit për këtë ditë. Vërtet gëzohemi që të jemi në praninë tënde. Të falenderojmë ty për familjen e Zotit, për ngrohtësinë që mund të kemi me njëri tjetrin, po njëkohësisht faleminderit Zot që ti je këtu mes nesh. Ne duam Zot që të mësojmë nga fjala jote sot, na drejto me anë të frymës, o Zot, na mëso atë që ti dëshiron që të dim. Faleminderit për këtë ditë. Të dua dhe lutem në emrin tënd, Zot Jezus. Amen. Kur vjen kryelartësia, vjen edhe turpi, por dituria apo urtësia është me njerëzit e thjeshtë, jo me mendje më dhënjt, jo me kryeneçët, nëse mund ta them kështu. Atëre krenaria na mban larg nga bekimet e Zotit. Ne shpeshherë kur themi që duam që të mbrojmë dëshminë tonë apo reputacionin tonë, themi që duhet jemi krenarë dhe kështu mendojmë, kur në fakt në Bibël thuhet që kur vjen kryelartësia, shikoni si shprehet kur vjen, përdor është një mënyrë të shprehurit, si shprehet fjala e Perëndis që duket sikur krenaria është një person apo jo edhe të vjen. Prandaj do ta shohim në këtë këndvështrim sot nga fjala e Perëndis, po vjen edhe turpi. Në fakt, Bibla e thot një gjë të tillë, që ne të mos humbasim respektin apo reputacionin, duhet të ulim krenarin, duhet ta thyejm krenarin. Edhe dituria në fakt, urtësia është me njerëzit e thjeshtë, është me njerëzit e përulur. Këtë thot fjala e Perëndis, edhe ne kemi nevojë për urtësia, nuk duhet të lutemi ne për urtësi, për dituri. Kështu thot letra e Jakobit që ne duhet të lutemi Zotit për urtësi. Ne kemi nevojë për urtësi, edhe sot ne do të shohim këshillën e Zotit për jetën tonë. Sa i takon krenarisë, ju mund thoni pse e ke zgjedhur këtë subjekt. Unë shumë mirë mund të zgjidhja sot, le të flasim për urtësinë, për shembull. Por thash dëgjoj, flasim për krenarinë. Edhe sa e rëndësishme që është ta dim ne këtë mësim nga fjala e Perëndisë, sepse urtësia shoqëron për urtësinë, por kur për urtësia është e pranishme, urtësia është prezente gjithashtu. E kundërta është e vërtetë. Kujdes me krenarinë. Le të mos habitemi për shembull pse në botën që na rrethon, po edhe midis krishterëve, njerëzit marrin vendime, do t'i quaja budallaqe. Vendime të marra.
Vendime të cilat nuk janë as pak të shëndetshme për jetën e tyre personale. Edhe vërtet habitemi sepse kjo gjë ndodh, por le t'ju them që arsyeja, një nga arsyet, mund të them pse njerëzit marrin vendime të tilla kur janë udhkryq, është pikërisht për shkak sepse ecin në krenari. Kur ka thjeshtësi, ka përullësi, edhe ka urtësi. Sa mirë kur një njeri përulet përpara Perëndisë dhe është gati të dëgjojë zërin e tij, Zot, çfarë ke për mua? Është njeri që do që të dëgjojë zërin e Zotit. Edhe urtësia do t'i shoqërojë ata njerëz. Kur ecin në krenarinë e tyre, Bibla e bën shumë të qartë që nuk do ta kenë urtësinë. Do të marrin vendime të gabuara. Edhe nuk do të dinë se çfarë do të bëjnë me jetën e tyre. Kur kryelartësia vjen edhe turpi. Në fakt kjo është ajo çka fjala e Zotit na thot, por cili është përkufizimi i krenarisë? Krenaria sipas shkrimit nuk është thjesht një ndjenjë vetë respekti, është siç shumë njerëz e konsiderojnë krenarinë, por është një qëndrim i zemrës që e lartëson veten mbi Zotin dhe mbi të tjerët. Aq më tepër duke pretenduar lavdi, merita që i përkasin vetëm Zotit. Le ta marrim në konsiderat këtë mendim së pari, ashtu sikundër fjala e Zotit na thotë që kur vjen kryelartësia, dini që krenaria mund të vijë. Ajo vjen. Kështu na thot fjala e Zotit. Dikush mund të thotë, po jo, nuk është kështu në jetën time. Tani le të mos nxitohemi në lidhje me këtë gjë, sepse krenaria mund t'i vijë çdo njerit pa përjashtim. Pa përjashtim. Nëse mendoni që krenaria nuk mbush asnjë vrim në jetën tuaj, le t'ju them që mund të jetë kundërta. Ju kujtohet Satani ai e tundoi Jezu Krishtin pikërisht në këtë fushë. Tek Ungjilli Mateut kapitulli 4, ai e mori, e çoi pra Jezusin në majtë të tempullit. E mbani mend, i tha hidhu këtej sepse është shkruar që Zoti do të bëjë që ëngjëjt të presin edhe këmba jote nuk do të prek në ndonjë gur. Besoj e mbaj mend. Me fjalë, ai duhet të krenohej që Zoti do të bënte atë që i tekej Jezu Krishtit, për shembull po them. Ati do të bënte atë që i tekej Krishtit. E në këtë mënyrë do tregonte krenari. Edhe si tha Jezusi, është shkruar tha, gjithashtu, mos e tundo Zotin Perëndin tënd. Po u tundua pikërisht në këtë fushë. Edhe ne dim atë vargun nga letra e parë e Gjonit që thotë sepse gjithçka që është në botë, dëshirimi i mishit, dëshirimi i syve apo lakmia, se kjo është fjala, dëshirimi dhe fodullëku i jetës ose krenaria e jetës, fodull është njëri që është krenar, është sinonim i kësaj, nuk është nga ati, por është nga bota. Pra, Jezusi u tundua në tre këto fusha të jetës tij, dhe sigurisht në lidhje me fushën e krenarisë. Krenaria i erdhi Davidit. Ju kujtohet Davidit e librit 2 të Samuelit? Zoti tha që unë do të jem me ty, ndërkohë që Davidi çfarë tha? Unë tha do të numëroj popullsinë, sepse unë dua të di se sa veta janë të aftë në pozitën e një ushtari, pra sa e madhe është ushtria që të fitojmë kundër armiqve. Ndërkohë që Zoti kishte thënë, Davide, di si është puna, mos u shqetëso për një gjë të tillë. Mirë, po Davidi u krenua, ishte krenar. Edhe numëroi popullsinë për të ditur se sa njerëz ishin në ushtar. Edhe populli Perëndisë psoi, interesante, nga vendimi i Davidit, po Davidit i erdhi krenaria. Kujdes, sepse krenaria mund të vijë. Luciferit i erdhi, po e përdor këtë shprehje, sikundër e lexojmë në Bibël. Ju kujtohet tek Ezekieli kapitulli 28 apo Isaia 14, si tha Luciferi? Unë tha, do të bëhemi ngjashëm si shumë i lartë, do ta ngre fronin tim aty mbi yjet në pjesën skajore të veriut. Bëhemi ngjashëm, tha, si shumë i larti. Interesante. Krenaria mund t'i vijë çdo njerit. Krenaria u erdhi apostujve. Ju kujtohet që Palit Zoti i dha një çfarë i la? Një gjemb në mish. Pse? Që të mos mbahej me të madh, apo jo? Që të mos krenohej për shkak të kujt? Për shkak të çfarë? Të jashtëzakonshmërisë së zbulesave. Pra ai kishte shumë njohuri dhe mund të krenohej. Për shembull, ai dinte shumë gjëra, ato gjërat që Gjoni shkroi te libri i zbulesës, ai në krenari mund të thoshte njerëzve aty në asamble apo në kish kur dikush kishte një argument mund të thoshte po ti s'merr vesh fare, ti ku i dit këto gjëra, sepse ai dinte shumë, edhe mund të krenohej. Edhe Pali dinte shumë, vërtet dinte shumë. Edhe Zoti i dha një gjëmb në mish, jo vetëm diçka që nuk shkonte me shëndetin, pra, me pak fjalë. Jo vetëm Luciferi, Davidi, apostujt, Pali mund të bëheshin krenar, por
krenaria mund të jetë pjesë e jetës së gjithkujt. Kujdes. Kryelartësia mund të vi. Ajo manifestohet në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme. Mos thuaj që disi është puna, kjo nuk ka rëndësi. Nuk është e rëndësishme, po ju a them që krenaria, u thash që nga fillimi, ishte krenaria pra që shkaktoi që Luciferit përjashtohej nga prezenca e Perëndis. Krenaria është një nga gjërat në top listën e gjërave që Zoti urren. Një nga gjërat që ai absolutisht e urren. Dhe shpeshherë krenaria vjen e pazbuluar, nuk njihet. Ne si njerëz e kemi të vështirë ta njohim, sidomos tek vetja jonë, për ne si besimtarë është pak më e lehtë, po është më e lehtë për shembull që krenarin ta dallosh tek të tjerët se tek vetja. Dhe kjo është një vërtet. Dakor, thua tjetri edhe nuk shikon veten, për shembull e dallon tek të tjerët. Ne duhet i rezistojmë krenarisë, ta thyejmë atë kur e zbulojmë. Po pse duhet ta thyejmë krenarin kur ajo të vi? Tani ju lutem, le të bëj një sqarim këtu. Sepse kemi nevojë ta mësojmë dallimin. Kur Bibla përmend fjalën krenar apo krenari, nuk e ka fjalën për atë lloj mburje ose krenarie të virtytshme. Për shembull kur ne themi që e di si është puna, un jam krenar që jeni besnik. Dakor, në Zotin, ose për shembull jam krenar që skuadra e futbollit kishës e të rinjve të kishës, me që të kam përballë unë desh me këtë skuadër edhe fitoj. Dakor, nuk e kam fjalën për ndeshjen e futbollit dje fare. Por nuk po flasim për këtë lloj krenarie. Në fakt, dallimi mes krenarisë dhe mburrjes në Zotin në aspektin biblik është shumë e rëndësishme. Për shembull në fjalën e Zotit, sepse dua të shikojmë ekuilibrin këtu, te Jeremia kapitulli 9, shikoni, aty thuhet, kështu thot Zoti, i dituri thot të mos lavdërohet me diturinë e tij. Njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij, i pasuri të mos lavdërohet me pasurinë e tij, por kush lavdërohet, se lavdërohet me këtë, të ketë gjykim dhe të më njohë mua, thot Zoti. Amen? Pra vjen re ndryshimi. Që jam Zoti që bëj mirësinë, ushtroj të drejtën dhe drejtësinë mbi tokë, sepse kënaqem me këto gjëra, thot Zoti. Pra, kjo lloj mburrje në Zotin gëzohet me karakterin e Perëndis. Amen? Ky është ndryshimi, dhe ne duhet të bëjmë dallimin. Çdo vetvlerësim jashtë këtij kuadri futet te krenaria e dënueshme. Pra, krenaria sipas shkrimit është një qëndrim i zemrës që e lartëson veten mbi Zotin dhe mbi të tjerët. Duke marrë merita që i përkasin vetëm Perëndis. Është vetlartësi, pra një njeri, si thua, e konsideron veten burimin e suksesit dhe të lavdisë. Duhet ta marrim këtë në konsiderat. Kështu që kur Bibla flet për krenarinë, thotë kur vjen kryelartësia, vjen edhe turpi. Në këtë kuptim e ka. Kur një njeri është, si thua, e shpall veten burim të suksesit edhe të lavdisë. Po pse duhet ta thyejmë krenarinë kur ajo vjen? Dini pse, vëllezër motra? Sepse kur krenaria vjen, ajo nuk vjen vetëm. Krenaria kur vjen ka shumë valixhe me vete, ka shumë çanta. Prandaj do të shohim disa prej tyre. Së pari, krenaria sjell turp. Sa po e pam, kur kryelartësia vjen edhe turpi, thuhet në fjalën e Zotit. Kur dikush tregon një histori, zakonisht, por në përgjithësi them edhe mburrat. Është kështu, për shembull, kur tregon një histori për Belulin, dakor, do të mbroj, do të mburr veten e tij, edhe kjo gjë ndodh në përgjithësi, në pamje duket mirë. Po kjo krenari mund të pranohet, mund të njihet, mund të adhurohet, mund të lartësohet, kështu ndodh me njerëzit në përgjithësi, sepse çfarë dëshirojnë njerëzit? Njerëzit dëshirojnë që ti mburrësh, ti lavdërosh, të thuash elozhe. Apo jo, kjo është pjesë e natyrës njerëzore, është tendencë, dhe ta dini që nëse jemi krenar, krenaria ka ardhur, ajo nuk shfaqet vetëm. Ajo nuk vjen vetëm. Gjithmonë sjell turp edhe humbje respekti. Prandaj në Bibël thuhet që kur vjen kryelartësia, vjen edhe turpi. Kur bën një gabim, si mund ta pranosh që e ke bërë atë gabim? Si mund të shkosh të thuash një vllaj apo një motra, më fal? Sepse nëse mendon që mund të thuash atyre më fal, atëherë në këtë mënyrë ti ke prishur reputacionin. Kur në fakt është e kundërta. Në Bibël thuhet që kur kryelartësia vjen, kur krenaria vjen, atëherë vjen dhe turpi. Edhe ky është një fakt, nga fjala e Zotit, do ta shohim këtë të ilustruar me shembuj, por nëse ne lejojmë krenarinë të qëndrojë në jetën tonë, do të na turpërojë.
Ju mund thoni nuk e kuptoj, ja prisni se do të shohim pikën e dytë, do të shohim edhe shembuj se si lidhet kjo. A besojmë këtë gjë? Pse duhet ta thyejmë krenarin? Sepse ajo së pari sjell turp. Krenaria sjell mashtrim. Shikoni pak tek profeti Abdia. Abdia është një libër në Dhjatën e Vjetër, në fakt është libri më i shkurtër i Dhjatës Vjetër. Nëse nuk e dinit. Libri i profetit Abdia. Libri më i shkurtër i Dhjatës së Re kush është? E dytë e Gjonit, besoj. Ka më pak vargje se çdo libër tjetër i Dhjatës së Re. Tregon që keni vëmendjen këtu. Krenaria e zemrës sate të ka mashtruar. Pra, krenaria sjell mashtrim. O ti që banon në të çaret e shkëmbive, ku e ke bërë banesën tënde të lartë që thua në zemrën tënde, kush do të më zbres në tokë. E dini, profeti Abdia flet për Edomin, është një profeci për Edomin. Edhe çfarë bën Zoti? Po merret me këtë mëkat e Edomit, sepse ai po gëzoi që kishte ulur poshtë Judën. Edhe që Juda kishte rënë, populli Perëndis pra. Edhe Zoti po merret me mëkatin e Edomit. Edhe thot aty, krenaria e zemrës sate të ka mashtruar. Krenaria sjell mashtrim. Po ju adresohem juve, të gjithë besimtarëve. Mbase mendoni edhe thoni që unë nuk mund të mashtrohem. Ndoshta është dikush që e thot një gjë tillë. Unë nuk mashtrohem. Pse Bibla kaq shpesh atëherë, nëse ti nuk mashtrohesh, e përdor atë shprehjen, thot mos e mashtroni veten tuaj. Mos e gënjeni veten tuaj. Apo mos u gënjeni, e gjeni shpesh në fjalën e Perëndis. Nëse thua që e po mirë, po unë nuk mashtrohem, sepse ne e mashtrojmë veten tonë. Dhe dini një arsye që e shkakton këtë? Është pikërisht krenaria e zemrës. Abdia thot, krenaria e zemrës sate të ka mashtruar. Mbase pyet edhe thua, po ç'është kjo? Nuk e kuptoj, si mund të mashtrohem? Pyetja ime është, çfarë e shtyu Pietrin që ti thoshte Zotit Jezu Krisht, unë do të ndjek ty kudo që të shkosh, edhe sikur këta të skandalizohen. Unë do të ndjek kudo që të shkosh. Edhe nëse këta do të largohen, Zot, unë nuk do të largohem. Unë do të shkoj në burg për ty, do të jap jetën time për ty. Ju kujtohet Pietri? Edhe sikur këta të skandalizohen. Unë jo. Unë jo, tha. Po pse e bëri Pietri këtë? E bëri Pietri sepse nuk e njihte veten e tij, po. Pietri nuk e njihte mirë veten e tij. Po a e gënjeu, a donte që Pietri ta gënjente Jezusin në lidhje me këtë gjë, sepse shohim që ai u turpërua. Ju kujtohet kur ndeshit sytë e Jezusit? E mohoi Krishtin, edhe qau, me dënes, dhe thënë qau, sepse ai u turpërua. Po a donte ai ta gënjente Krishtin? Jo. Po pse? Sepse Pietri ishte krenar, dhe krenaria sjell mashtrim. Krenaria sjell mashtrim. Edhe ja ku kemi Pietrin, i cili e përjetoi një gjë të tillë. Krenaria e mashtroi. Pse s'duhet ta lejoj krenarin të vitë tek unë, sepse nuk vjen vetëm. Krenaria sjell turp, krenaria sjell mashtrim, edhe urtësia, thuhet aty, rri me njerëzit e thjeshtë. Por ulësia shoqërohet nga urtësia. Dhe krenaria shoqërohet nga mashtrimi, shoqërohet nga turpi, ashtu siç e shohim në fjalën e Perëndis. Prandaj krenaria nuk vjen vetëm, nuk është thjesht, hey, shikoj se sa i rëndësishëm jam, shikoj se sa vlerë kam në sytë tuaj, apo në syrin tënd që mund t'i thuhet dikujt, mendoj se sa i rëndësishëm janë. Krenaria është të vësh veten të parin. Ndoshta ai e ulur dhe mendon, s'jam krenar. Kujdes. Kujdes. Mund të jesh i mashtruar, shqyrtoje veten. E kam parë shpesh këtë, kur zemra e besimtarëve është larg Zotit. Zakonisht kur zemra e dikujt është larg Zotit, ai mendon për të tjerët që janë problemi. Problem janë gjithë të tjerët. Tjetri ka fajin. Vllai është problem. Motra është problemi. Predikuesi është problemi. Çdo njeri tjetër është problemi në jetën time. Është mashtrim. Kujdes, edhe janë në këtë pozitë sepse dëshirojnë të rrinë aty, sepse janë në mish. Edhe dini çfarë? Kanë zgjedhur të rrinë aty, duke akuzuar të tjerët. Tjetri, ai, filani, tjetri. Vetëm ai është problemi.
për ty. Kujdes, krenaria, a mos të ka mashtruar vallë, sepse kur vjen krenaria, nuk vjen vetëm. Ajo sjell turp, ajo sjell mashtrim, po diçka tjetër që krenaria sjell është që sjell grindje. Sjell grindje. Tek Fjalët e Urta kapitulli 13 dhe vargu 10, shikoni me vëmendje thuhet, nga krenaria rrjedhin vetëm grindjet. Nga krenaria rrjedhin vetëm grindjet, por dituria, pra urtësia, është me ata që u kushtojnë kujdes këshillave. Shikoni kontrastin, kemi diturin, urtësin, edhe kemi marrëzin nga ana tjetër, që vjen për shkak të krenarisë. Interesante se si Zoti e bën këtë kontrast. Ne themi për shembull që për të vegjëlit ose adoleshentët, mos se s'ka probleme, pa krenar është mosha edhe janë të rinj, po s'ka shumë problem. Ka shumë problem. Vëllezër motra, e dini pse? Sepse kur krenaria vjen, nuk vjen vetëm. Nuk vjen vetëm. Ka çanta. Ka çanta me vete. Nuk vjen vetëm. Sjell turp, sjell mashtrim, sjell grindje. Ju kujtohet kisha e Korintit? Shikoni te letra e parë e Korintësve. Ishte një kishë në mish, me thënë drejtën, nuk ishte një kishë frymërore. Edhe aty thuhet, apostulli Pali thotë sepse më është treguar për ju vëllezër nga ata të shtëpisë së Kloës, se në mes jush, çfarë ka? Ka grindje. Pse? Dhe dua të them këtë, që secili nga ju thot Pali, unë jam i Palit, unë i Apolit, unë i Kefës, unë i Krishtit, unë kështu, e unë i ashtu, e unë jam i këtij, e ti e ati, e kështu me radhë. Edhe këta krenoheshin. Edhe kjo sillte probleme pastaj. Shikoni në kapitullin 3 këtu, vargjet 2 deri në 4, Pali thot, ju dhash qumësh për të pirë, për këtë arsye. Dhe jo ushqim të fortë, sepse nuk ishit në gjendje ta mbanit, ta asimilonit, ta tresnit. Nuk ishit në gjendje. Madje edhe tani jo, sepse jeni ende mishëror, thot Pali. Ndërsa midis jush ka smir, ka grindje, përçarje, a nuk jeni mishëror dhe a nuk ecni sipas mënyrës së njerëzve, sepse kur dikush thot, unë jam i Palit dhe një tjetër unë i Apolit, a nuk jeni mishëror? Midis jush thot, shikoni, midis jush ka smir, grindje e përçarje, thot. Pali i qorton, problemi i tyre ishte krenaria. Ishin plot me krenari, prandaj kishin përçarje. Po ne do të mendonim që problemi i tyre ishin përçarjet. Jo, në fakt, problemi nuk ishin përçarjet. Përçarjet ishin simptoma. Rënja e problemit ishte krenaria. Problemi i vërtet ishte krenaria. Krenaria sjell grindje, të përçan. Kjo është rënja e problemit. Një dëshmitar tjetër nga shkrimi, shikoni me vëmendje, thot, kush e ka zemrën të fryrë nga krenaria nxit grindje. Sot bota është qetësuar sepse dy njerëz shumë të përulur kanë armiqësi me njëri tjetrin, Donald Trump dhe Elon Musk. Dy njerëzit më të përulur. janë shumë të qetësuar njerëzit për këtë. Edhe po të mendoni, krenaria, thuhet fjalë e Zotit, kush ka zemrën të fryrë nga krenaria nxit grindje, krenaria trazon grindje, nxit grindjen. E dini si të ndalojmë grindjet? Tani, a keni grindje? Po bëj këtë pyetje, dikush thot pse e bën? E bën sepse e bëj se kështu. Domethënë Bibla na i thot këto gjëra. Me njëri tjetrin, me dikë, me një që ti konsideroje mikun tënd më parë. Ke grindje me shokët e tua apo shoqet e tua. Grindje në familje? Ke grindje? Di si ti dallosh? Si mund ta zgjidhësh këtë çështje? Patjetër di që ta zgjidh. Do shkoj e ti them, ja tregoj unë qefin. Do shkoj e ti them, ti e kështu e ti ashtu e. Prit pak. Ka vetëm një mënyrë se si ti mund ta shuash grindjen. Është duke u përulur së pari. Patjetër, Bibla, le t'ju them, duhet të shkosh, mirë është, të shkosh tek personi edhe të flasësh. Bibla rekomandon këtë gjë si një zgjidhje, nuk diskutohet. Do të shkosh të flasësh, po me frym butësie, me përulësi. Me përulësi, ti thuash, dëgjoj, di si është puna, unë vi, po jo thjesht për veten time, por sepse besoj që fjala e Zotit është e vërtetë.
Edhe unë dua që shërbimi i Zotit të mos pengohet. Dua që unë të rritem, që ne të rritemi. Dua që të mos na shfrytëzoj Satani, sepse ai mbjell përçarje dhe grindje. Edhe përpiqesh që ta zgjidhësh problemin. Patjetër, mirë është të shkosh. Por zgjidhja është për ulësia. Është për ulësia, sepse në vend që të merremi ose të heqim rrënjën e problemit, ne merremi me pasojat. Ne duhet të merremi me rrënjën e problemit. Nga krenaria vijnë grindjet. Kjo është rrënja. Jo që të shkosh edhe, po me krenari, do shkosh të thuash, ja tregoj unë qefin edhe, se prap do zihesh. Dhe prap do grindesh. Grindjat nuk do të pushojnë. Nuk është ajo zgjidhja. Jo, ti provoj, por nuk e për ta zgjidhur. Nuk e për ta zgjidhur. Duhet të shkosh me frymë të përullur, sepse urtësia është me të përullurit. Urtësia është me të përullurit. Dituria është me të përullurit. Kështu thot fjala e Perëndisë, është e dhimbshme, po kështu rregullohet dhe grindjet do të pushojnë. Nëse nuk heq rrënjën, pema rritet prapë. Nëse thua, do të pres ca deg, ca gjethe, t'ja shkul apo ta krasis apo t'ja pres degët, rrënjët janë po aty. Krenaria është po aty. Në lidhje me atë problem, në lidhje me atë person. Kujdes, sepse rrënja është problemi. Dini pse kemi probleme në familje, në kish? Ndoshta kemi krenari. Krenaria do të vi. Pse duhet ta ndalojmë krenarinë? Sepse ajo nuk vjen vetëm, nuk vjen vetëm. Ajo ka çanta me vete. Sjell turp, sjell mashtrim, sjell grindje. Krenaria sjell arrogancë, rebelim, mos mirënjohje. Krenaria i sjell këto gjëra. Për shembull, një rast që unë do të përmend nga Dhjata e Vjetër, do ta lexojmë këtë. Mbreti Belshacar, në atë kohë, shikon një shkrim të shkruar në mur nga një dorë. Dakord? Edhe la një dorë, një shkrim, mene te kelu farcin, nëse kujtohet ajo, ai shkrimi. Çfarë do të thotë kjo? Ishte vetëm dikush i cili mund ta dekriptonte këtë mesazh nga ana e Zotit, edhe ky ishte Danieli. Shkon Danieli te mbreti Belshacar, edhe mbreti Belshacar mëson atë mesazh që Zoti kishte shkruar për të. Danieli ja bën të qartë, Danieli po i tregon ja se çfarë ndodhi me Nebukadnecarin. Pra, ky varg që ne do të lexojmë tani, tregon se çfarë kishte ndodhur me Nebukadnecarin, edhe mbreti Belshacar, Danieli në fakt po ja bën të qartë këtij mbretit Belshacar se çfarë kishte ndodhur me Nebukadnecarin, dhe thot, por kur zemra e tij u ngrit, thot, dhe fryma e tij u ngurtësua deri në arrogancë. Shikoni pak. Fryma e tij thot u ngurtësua deri në arrogancë. Ai u rrëzua nga froni mbretëror dhe u hoq lavdia e tij. Pra bën fjalë për Nebukadnecarin. Nebukadnecari ishte shumë krenar. Në një moment të jetës tij ai i tha që shikojini këtë mbretëri. A nuk jam unë ai që e ka sjell këtë madhështi? Edhe Zoti e poshtëroi në fakt Nebukadnecarin. Po pse? Sepse zemra e tij kishte shkuar deri aty në arrogancë dhe fryma e tij u ngurtësua deri në arrogancë, thuhet. Kjo kishte ndodhur. Zakonisht kur ne flasim për mëkatet, mendojmë për ato mëkate që i konsiderojmë të rënda, për shembull siç është vrasja apo kurorshkelja apo mëkate të tilla, por e dini, një nga mëkatet më serioze në Bibël është pikërisht kokforcia. Arroganca, kryenësia, rebelimi në këtë kontekst janë fjalë sinonime. Ju kujtohet faraoni në Dhjatën e Vjetër, ne kemi folur në këtë kish, po thuhet aty që Zoti ja ngurtësoi zemrën. Po më përpara kemi që faraoni e ngurtësoi zemrën e tij fillimisht. Dhe Zoti pastaj i dha atë që ai kishte në zemër, pra bëri sipas asaj që faraoni kishte në zemër. Dhe Zoti i dha disa plag faraonit dhe Egjiptit në atë kohë në mënyrë që të lejonin popullin e Perëndisë të dilte nga Egjipti. Faraoni nuk merrte vesh, sa ai kishte një moment qetësie, ai përsëri krenoi edhe i bëri dëm popullit të tij. E ngurtësoi zemrën, Zoti ja ngurtësoi dhe më shumë. Kujdes me Zotin, se me Zotin nuk bëhet çaka.
Po e dini që faraoni ishte krenar, ju kujtohet? Diçka që faraoni i tha, kush është Zoti, tha, që unë t'i bindem? Kush është Zoti, tha, që unë ta dëgjoj atë? Shikoni çfarë arrogance. Faraoni ka pasur njerëz që e kanë ngurtësuar zemrën, janë larguar nga Zoti. Besimtarë që kanë vazhduar në arrogancën e tyre, janë larguar dhe Zoti e di kur do të kthehen, a do të kthehen ndonjëherë. Dëshmia e tyre kanë ndikuar dhe të tjerët madje. Porulësia është një modë e vjetër për njerëz të tillë. Në jam i sigurt që nëse njeriu ka mirësinë të porulet, e dini sa probleme do të zgjidh porulësia në marrëdhëniet shoqërore, në kish, në familje, në martesë. O Zot, do të jetë një shpëtim nga problemet. Sigur njeriu të porulet. Por nuk pranojnë që janë gabime dhe nuk e përulen veten. Krenaria sjell arrogancë, sjell kryenërsi. Krenaria sjell arrogancë. Shikoni tek Nehemia kapitulli 9. Tani këtu kemi Nehemian, i cili po merret me mëkatin e popullit të Perëndis. Edhe shikoni çfarë thot për etrit, por ata dhe etrit tan thot, u sollën me çfarë? Me mendje madhësi, e forcuan zverkun e tyre. Kush është zverku? E thash se jo çdo njeri kupton fjalët ndonjëherë edhe në gjuhën shqipe. Kanë forcuar qafën, zverkun dhe nuk ju bindën urdhërimeve të tua. Pra, kjo nuk është një apologji për popullin e Perëndis. Përkundrazi. Është një rrëfim për mëkatin e popullit të Zotit, që ata kanë forcuar qafën përpara Zotit, për etrit. Edhe është një rrëfim mëkati. Është një rrëfim për mëkatin. Shikoni me vëmendje, dhe krenaria nuk vjen vetëm. Sjell turp, sjell mashtrim, sjell grindje, sjell arrogancë. Ata e ngurtësuan, e forcuan zverkun e tyre. Mbase mendoni që arroganca apo kokforcia nuk është aq e keqe. Në fundit ne jemi njerëz. Por ky është opinioni juaj. Opinioni i Zotit është ndryshe. Kokforcia është si pavësia, si dhujtaria. Tani, ju kujtohet Sauli, mbreti Saul, nuk dua të zgjatem këtu, po Zoti kishte dhënë një mesazh nëpërmjet Samuelit që ai duhet të godiste kur sulmoi amalekitët, patjetër ata, po edhe kafshët, interesante, një gjë e tillë. Edhe duhet i godiste të gjitha, ti shfaroste kafshët. Edhe çfarë bëri Sauli? Sauli kishte mbajtur pjesën më të mirë të këtyre kafshëve, me pretekstin që do t'ia flijonin kujt? Zotit, apo jo? Sepse ishin më të mirat, më të majmet, më të mirat. Edhe Samueli çfarë bën? Shkon edhe e ballafaqon Saulin. Edhe i thotë, "Di si është puna?" I thotë, "Ç'është kjo blegërim, që janë këto gjëra që unë dëgjoj? Mos ndoshta nuk e bër atë që Zoti të kishte urdhëruar?" Dhe Sauli tha, "Po unë këto i ruajt ata që ta flijonim Zotit, tha se fundit për Zotin e ruajtëm." Edhe si i tha Samueli, "Saul, a nuk e di ti, tha, që bindja është më e mirë se flijimi? Të dëgjosh Zotin është më e mirë, gjë më e mirë se flijimi." Bindja, sa e rëndësishme që është. Edhe shkon dhe mëtej Samueli dhe shikoni çfarë i thot, sepse rebelimi, thot, shikoni tani, rebelimi, thot, është si mëkati shortarisë, dhe kryenërsia, për këtë po flasim apo jo? Kryenërsia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake, duke qenë se ka hedhur poshtë fjalën e Zotit, edhe ai të ka hedhur poshtë si mbret. Çfarë mesazhi? Edhe i thot aty, kryenërsia, thot, është si kulti i idhujve. Për ne që kemi lexuar Dhjatën e Vjetër, dhe ne e dim që nuk jemi në Dhjatën e Vjetër, po është një soi, po thot
Samueli, po i thoshte Saulit, është njësoj sikur ti të shkosh të biesh përmbys përpara një viti të artë. Ose po ta komportonim në kohët e sotme, është njësoj sikur të dalësh para statujës Budës, për shembull. E ti thuash falënderime, ti bësh flijime, ku di unë të japësh, të nderosh statujën e Budës. Edhe këtë po thot në fakt, po e shikoni aty që thot nuk do të ishte më keq se sa kur je kryeneç ose kokfort. Kryenetësia, thot, është si kulti i idhujve. Është idhujtari në këtë kuptim. Sa e rëndë që është kjo, sepse ne nuk mendojmë ashtu si Zoti mendon. E dini, ka nga ata edhe këtu në kishën tonë, besoj që nuk bën përjashtim kisha jonë se nga njerëz përbëhet. Po që lexojmë Biblën, Zoti u jep një mesazh, ka një fjalë për ta. Edhe nuk e dëgjojnë Zotin. Vinë në kishë dëgjojnë një predikim nga fjala e Zotit. Edhe pavarësisht se Zoti u kërkon që të hedhin një hap ose të bëjnë diçka, ata nuk e dëgjojnë fjalën e Zotit. Sa e dhimbshme që është kjo. Nuk ndryshoj, pavarësisht se çfarë thua. Nuk ndryshoj. Këta njerëz, sipas këtij vargu janë idhujtar. Ju mund të thoni idhujtar, fjala idhujtar është për dhjetën e vjetër, jo. Lexo pak Kolosianët kapitulli 3 dhe vargu 5. Se aty përdoret fjala idhujtari. Ne jemi besimtarë në dhjetën e re, Krishti na ka çliruar me gjakun e tij, kujdes. Kryenësia është si kulti i idhujve. Dhe ne mendojmë që arroganca është problemi. Në fakt, arroganca është simptoma. Problemi i vërtet është krenaria. Krenaria të çon deri në arrogancë. Problemi i vërtet, rrënja e problemit është krenaria. Dhe njerëz tillë arrin deri në arrogancë saqë nuk duan t'ia dinë më fare. Fare. Se çfarë thot Zoti në fjalën e tij, i kanë dhënë mendjes, i kanë dhënë vetes tyre një mendje të lehtë, themi ne. Dhe nuk duan t'ia dinë fare. Se çfarë thot Zoti për të vërtetën, çfarë thot Zoti për vëllezërit, për njëri tjetrin, për dashurinë vëllazërore, për miqsinë që ne duhet kemi, për dëshminë që ne duhet kemi, nuk duan t'ia dinë fare. Deri në arrogancë. Ore as që duan t'ia dinë, se dështash një shprehje tjetër. Nuk u bëhet vonë. Nuk u bëhet vonë. Se çfarë do Zoti? Krenaria nuk vjen vetëm, nuk vjen vetëm. Sjell turp, sjell mashtrim, sjell grindje, sjell arrogancë, mos akoma, ka më. Sjell robëri. Më vjen keq që po shkojmë kështu, po ne familje e Zotit jemi dhe vërteta e Perëndisë është e vërteta e Zotit. Duhet kemi kujdes. Ju thash, krenaria është mëkati që Zoti urren. Është në top listën e gjërave që Zoti urren. Le ta lexojmë bashkë. Jeremia, profeti Jeremia, kishte shumë për të thënë për mëkatin e popullit të Perëndisë. Po. Edhe për shkak të mëkatit, ata do të shkonin në robëri. Shikoni në kapitullin 13, thot, dëgjoni dhe vini veshin, e thot, mos t'i urritet mendja, po nuk e tha kaq buca, po e them unë. Unë e thash me shumë ëmbëlsi. Kujdes se mos t'i urritet mendja, kujdes. Sepse Zoti foli, i jepni lavdi Zotit Perëndisë tuaj para se të sjell terrin dhe para se këmbët tuaja të pengohen në malet e mbështjella në muzg, sepse ndërsa ju prisni dritën, ai e ndron në hije të vdekjes dhe ndryshon në errësirë të thellë, por në rast se nuk e dëgjoni këtë, thot Jeremia, shpirti im do t'i qajë në fshehtësi për shkak të kryelartësisë tuaj. Për shkak sepse ju është rritur mendja. Jeremia ishte kaq i ndjeshëm ndaj popullit të Perëndisë. E tha, unë do të qaj, tha, në fshehtësi. Sytë e mi do të qajnë pareshtur
dhe do të derdhin lot sepse kopeja e Zotit. Çfarë do ndodh me kopen e Zotit? Do të çohet në robëri. Do të çohet në robëri. E jeni shumë të qetë sot. Krenaria nuk vjen vetëm, vërtet sjell robëri frymërore. Krenaria i hap vend djallit që të punojë në jetën tonë. Dikush mund të thotë, po unë jam i shpëtuar, djalli nuk mund të më kontrollojë, edhe ashtu është patjetër, djalli nuk të kontrollon jetën, por ai të shfrytëzon. Ju më thoni nga e ditin gjë të tillë. Te letra 2 të Korintasve kapitulli 2 dhe vargu 11 thotë që të mos na shfrytëzojë Satani, sepse mendimet e tij nuk na janë të panjohura. Kujdes. Diku tjetër te Efezianët kapitulli 4 dhe vargu 27 thotë mos i jepni vend djallit. Edhe kjo në kontekstin atij që e zemërimit, që zemërimi juaj thotë mos dielli, më saktë mos perëndoi mbi zemërimin tuaj. Do thotë që është një lloj zemërimi indikacioni që Zoti ua jep që ju të mund ta zgjidhni problemin, sepse ekziston një problem, por nëse ti e lë zemërimin për një kohë të gjatë, kujdes, sepse zemërimi gjen stre në gjithë budallënjve thuhet. Domethënë gjen stre do të thotë që ri për një kohë të gjatë. Prandaj në Bibël thuhet që mos e lejoni diellin thotë që të perëndoj. Do thënë mos e zgjat. Para se të perëndoj dielli, zgjidhe më shpejt situatën, sepse po e le zemërimin që të gjejë stre. Që janë mëkatar, atëherë ata do të mund të shpëtohen. Pra, jo vetëm që krenaria sjell robëri, por sjell gjithashtu, sjell edhe gjykimin e Perëndis. Me këtë do të mbarojmë se më shumë se kaq, si thoni ju. Edhe kjo na duaj. Më shumë se kaq nuk bëhet. O Zot, kush e do gjykimin e Perëndis? Tani, le ta shohim referencën nga Fjalët e Urta, kapitulli 29, ka dhe tjera, por shikoni këtu. Kryelartësia e njeriut e çon poshtë. Atë. Por ai që ka një frym të përvuajtur, të përulur, do të ketë lavdi. Shikoni kontrastin. Sa e bukur që është fjala e Zotit. Krenaria përpiqet të na ngrej lart, krenaria refuzon të përulet, krenaria na çon poshtë. Edhe me fjalë tjera si mund ta them këtë gjë ashtu si mund ta kuptojmë më qartë është që nëse nuk përulesh, Zoti thotë unë do të përul ty. Unë do të poshtroj ty. Do të ul ty. Edhe nuk mund të jemi aq të zgjuar sa të mos le të jemi aq të zgjuar sa të mos vi puna që Zoti të na poshtroj. Po le ta përulim veten vet. Le të mos vi puna deri aty sa që Zoti të na gjykojë kur ne mund të gjykojmë veten tonë.
Le ta gjykojmë veten tonë, ne bëjmë darkën e Zotit. Shpeshherë kujtojmë atë që Zoti bëri për ne. Edhe çfarë bëjmë në atë kohë kur ne marrim pjesë në darkën e Zotit, ta kemi së shpejti darkën e Zotit tani në qershor. Ne shqyrtojmë veten, analizojmë veten tonë, gjykojmë veten tonë. Sa e rëndësishme është. Prandaj le të mos luajmë me Zotin, të mos tallemi me të, sepse gjykimi i Zotit vjen. Gjykimi i Perëndis. Unë nuk dua ta bëj tragjike më shumë se sa është, sepse është goxha. Tragjike kjo gjë, puna e krenarisë, po kjo i ndodhi Luciferit, ai humbi trashëgimin. Ai u lartësua Luciferi. U krenua shumë. Kështu i ndodhi Nebukadnecarit, apo jo, ne e tham kur u krenua, mbretëria ime, unë e kam bërë këtë mbretëri. Kjo i ndodhi Saulit, që Zoti e refuzoi. Zoti ja hoqi mbretërinë, sepse Zoti nuk e duron dot krenarin. Zoti e urren krenarin. Fjalë të urta 6. Zoti urren krenarin. Zoti i dashurisë. Zoti i dashurisë. Zoti është vërtet Zoti i dashurisë, po ai ka një ekuilibër të përsosur. Herodi, ju kujtohet Herodi, jo ai Herodi i Mateu 2 në kohën kur lindi Krishti, po është një Herod tjetër te Veprat e Apostujve 12. Kur ai fliste njerëzit e dëgjonin dhe te Veprat 12 thuhet që shikoni si flet ai, thoshin turmat. Zë Perëndia thoshin dhe jo zë njeriu. Dhe çfarë ndodhi atij shkretit? Gjykimi i Zotit, krenaria e vrau, do të thosha unë. Krenaria e vrau. Kujdes. Pietri, o Zot, sa mësoi Pietri, ai një njeri që kishte aq zell, po jo sipas njohurisë, me thënë drejtën, edhe ishte krenar, prandaj Zoti e turpëroi kur unë e përmenda pak më përpara kur ndeshi syt e Krishtit, po një njeri që kishte mësuar shumë. Edhe Pietri kishte fituar urtësi. Një njeri i cili nuk i pushonte goja, që do të fliste gjithmonë i pari sa ishte Jezusi me dishepujt. Tani ishte një njeri që po mësonte për ulësi njerëzve. Shikoni çfarë urtësie që ka Pietri, çfarë ka përfituar. I thot, gjithashtu thot, ju të rinjt, nështrojuni pleqve. Po nështrojuni të gjithë njëri tjetri, thot, dhe vishuni me përulje. Pietri thot, sepse Perëndia i kundërshton mendje mdhenjt, por u jep hir të përullurve. I kundërshton krenarët. Edhe Jezusi e kishte turpëruar Pietrin. Jakobi 4, shikoni Jakobi 4, vargu 16. Po jep hir me të madh, prandaj thot Perëndia u kundërvihet mendje mdhenjve, por u jep hir të përullurve. Ja një varg tjetër që e bën të qartë një gjë të tillë. Mendoni që ekziston një mënyrë që ne të fitojmë kur Zoti na kundërshton? A mund të bëjmë ne luftë me Zotin? Mendojmë ne që mund të fitojmë kur luftojmë me Zotin? Provoje po deshe. Nuk do të fitosh kurrë. Nuk është zgjuarsi të kesh Zotin kundërshtar. Është marrëzi. Është marrëzi. Fjalë të urta 16, vargu 18 thot, përpara shkatërimit vjen kryelartësia. Dhe përpara rrëzimit fryma krenare. Krenohesh edhe shkatërrohesh. Lartësohesh edhe rrëzohesh. Ose siç do thosha unë një shprehje që përdornim ku kam qenë me shtëpi diku tjetër më përpara, që unë gjit që thoshte, por në maj mos arriç. Dakor, se do jetë dikush aty, do të pusni të shtyrë edhe krenaria vjen para shkatërimit. Dhe përpara rrëzimit vjen fryma krenare. Pse duhet që ta thyejmë krenarin?
sepse kur vjen, nuk vjen vetëm. Nuk vjen vetëm. Ka shumë trasta me vetëm. Çmimi i përvojtësisë dhe frikës së Zotit është pasuria, lavdia dhe jeta. Në fakt, Zoti e bekon një njerëz që është i përulur, sepse përulësia sjell bekime, ndërsa krenaria sjell gjithë ato gjëra që pam. A duam ne të ndalojmë bekimet e Perëndis? Pse duhet të ndalojmë? Le të lejojmë Zotin që të na bekojë. Nëse ke probleme dikë, mos e lër, le të them, krenarin të zotëroj. Shko zgjidhe problemin. Kur ti shkon edhe do që ta zgjidhësh problemin në frymën e përulësisë, dini çfarë tregon ti që ti thuaj që ky libër është i vërtetë. Unë e besoj këtë libër. E të lutem bëje. Ka njerëz që nuk e pranojnë, nuk të mikpresin. S'ka gjë, ata tregojnë që ky libër nuk është i vërtetë për ta. Ti bëj pjesën tënde. Ti bëj pjesën tënde. Përulësia sjell bekime. Shumë shkurt, si të fitojmë bikrenarinë, se po ta linim deri këtu, do të ishte si e lënë në mes gjithë puna, por si të fitojmë bikrenarinë? Së pari dalloje, njihe, zbuloja atë. Është e vështirë, unë thash që ta dallosh, por një i shpëtuar e dallon. Pse? Krenaria refuzon të bindet. Krenaria refuzon të nënshtrohet, krenaria refuzon të përulet. Duhet ta dallojmë, fryma na bind. Nëse fillojmë analizojmë veten tonë, por njihe, dalloje. Së dyti, gjykoje. Mos e lër Zotin. Ai do ta gjykojë, ti je i sigurt. Gjykoje ti më mirë. Gjykoje krenarin. Nëse vazhdon në krenari vazhdimisht asgjë nuk ndodh, nuk e merr disiplinën e Zotit, është një thirrje për veten tënde, ore, a jam unë fëmijë i Perëndis? Sepse Zoti disiplinon fëmijët e tij. A jam i shpëtuar? Gjykoje krenarin. Le ta pranojmë krenarin, jemi të sinqertë, Zoti na njeh, është e sigurt, le të përulemi. Thënë është e dhimbshme që për shkak të krenarisë të themi, Zot ti ke para te një njeri krenar. Por le ta gjykojmë krenarin, së treti, le ta braktisim krenarin. Ashtu siç pritet një gangren. Tani unë nuk jam mjek, ju që jeni mjek kemi këtu në sallë, nga leximet e kam që ndonjëherë gangrena e plot nuk duket. Është e futur thellë ndonjëherë, duhet të gërmosh, edhe ajo duhet prerë. Gangrena. Sepse është një helm që helmon trupin. Helmon trupin. Edhe duhet prerë. Si mund ta dalloj këtë? Po nëse vëre se si e mbron veten, nëse vëre se si e pranon gabimin apo e pranon gabimin kur ke gabuar. Nëse vëre se si refuzon të bindesh, nëse vëre se si debaton me Zotin, nëse vëre se si tregon një histori për veten tënde, apo nëse tregon si e tregon veten ose si reagon kur debaton me të tjerët. Lëre më kur debaton me Zotin. Është diçka që duket. Ne shikojmë frytin, por fryti nuk është rënja. Rënja është mëkati. Si ta thyje krenarin? Si ta ndaloj, jo me anë të ndonjë ilaçi të blerë në farmaci. Jo, nuk e bëjmë dot. Në fakt, as duke pirë lëng me barisht të hidhura. Jo, ka vetëm një mënyrë, duke përullur veten para Zotit. E Zot më fal, me përullësi, ky është problemi që kam. Ne përullim veten përpara të tjerëve gjithashtu. Krenaria vjen. Gjithmonë unë nuk harroj këtë pasazhin tek Danieli kapitulli 4 ku Nebukadnecari u burr. Kjo më ka bërë përshtypje ndërkohë që po lexoja që ai tha, nuk është kjo Babilonia e madhe që unë ndërtova si qelim mbretërore me forcën e pushtetit tim për lavdinë e madhërisë time. Këto fjalë ishin ende në gojë të mbretit kur zbriti një zë zbriti nga qielli ty, o mbret Nebukadnesar, të shpallë mbretëria jote të është hequr, ti do të bëhesh nga njerëzia, banesa jote do të jetë me kafshët e fushave, etj. Nebukadnesari kaloi ca kohë në këtë gjendje të mjerueshme, mund të them. Pati probleme nga ana shëndetësore.
Edhe në fund e dini çfarë, në vargun 34 të Danieli 4 thuhet, në fund të kësaj kohe, unë Nebukadnecari ngrita syt nga qielli dhe arsyeja më kthye. E bekova shumë të lartin dhe lëvdova dhe përlëvdova atë që rron për jetë, sundimi të cilit është një sundim i përjetshëm dhe mbretëria e të cilit vazhdon brez pas brezi. I thira mendes ta. Zotit i dhash lavdi. Ai është i denjë për lavdi. Jo unë, tha Nebukadnecari. Në fakt, ky është qëllimi që Zoti dëshiron për ne, që për ulim vetëm. Unë Nebukadnecari lëvdoj, lartësoj dhe përlëvdoj mbretin e qiellit, sepse të gjitha veprat e tij janë të vërteta dhe rrugët e tij janë drejtësi. Shikoni pjesën e fundit. Kjo është e fortë. Pjesën e fundit vargut. Ai ka pushtet të poshtroj ata që ecin me kryelartësi. Të njohim bekimet e Perëndis dhe të japim atij lavdi. A meritojmë gjë ne? Për shkak të mëkatit tonë nuk meritojmë asgjë. Ne meritojmë të dënohemi, apo jo? Zoti, për shkak të hirit të tij, dashurisë së tij, na dha ne diçka që ne nuk e meritonim, shkoi përtej asaj. Kjo është për shkak të Krishtit, mirënjohë Zotit për atë që ka bërë dhe po bën. Pa Krishtin ne nuk mund të bëjmë dot asgjë. Ai na shpëtoi dhe ne refuzojmë të bindemi. Tregon që kemi krenari dhe sfundi, le të zhvillojmë një qëndrim për ta urryer krenarin. Ku jemi këtu? Le ta marrim fjalën e Zotit seriozisht, por le ta zhvillojmë një qëndrim të vazhdueshëm që ta urrejmë krenarin. Prandaj, ky është vargu i fundit për sot që do të lexojmë. Frika e Zotit është të urresh të keqen. Unë urrej kryelartësinë, arrogancën, rrugën e keqe dhe gojën e çoroditur. Le të ulim kokën gjithë. Njerëzit lën krenarin që të zotroj jetën. Nuk pranojnë mëkatet që këtu fillon edhe shkojnë në ferr. Kujdes. Një ditë Zoti do t'i poshtrojë krenarit. Por lum ata që përulen sot. Lum ata që të përulen sot. Vërtet, krenaria sjell turp, sjell mashtrim, sjell grindje, sjell arrogancë, sjell robëri, sjell gjykimin e Perëndis. Kujdes nga këto bagazhe. Më mirë themi Zotit, Zot, më fal, unë dua të jem njeri që dua të jem një njeri që pëlqen urtësinë tënde, që jeton urtësinë tënde, që rrezaton urtësinë tënde. A mund të thuash Zotit kështu? Nëse ke një problem me një vëlla, me një motër në Krishtin, shko dhe zgjidh atë në frym për ulësie. Jo për t'u grindur prap. Por thuaj Zotit, Zot, unë dua që ta zgjidh atë problem, sepse besoj që fjala jote është e vërtetë. E beson që fjala e Zotit është e vërtetë, që ai ka këshillën më të mirë për secilin prej nesh. Nëse Zoti ka folur sot, do të rrëfesh diçka ndoshta që të pengon jetën tënde me Krishtin. E di mirë që është pengesë, edhe për shkak të krenarisë e ke ruajtur në zemrën tënde. A mund t'i thuash Zotit, Zot, më fal. Unë rrëfej këtë problem përpara teje. Rrëfej këtë mëkat, rrëfej këtë zakon në jetën time që nuk është i mirë dhe ti Zot nuk e pëlqen. Thuaj Zotit. Le të kalojmë pak momente në heshtje edhe rrëfejmë me përulësi problemin tonë përpara ti. O, atë faleminderit për fjalën tënde, është një bekim, Zot, që të mund të dëgjojmë këshillën tënde. E dim, Zot, që nuk ka këshill më të mirë se sa e vërteta jote, Zot.
pavarësisht sa e dhimbshme është, e vërteta jote shëron. Zot, faleminderit për fuqinë që na jep përmes të vërtetës. Faleminderit që na rrit, Zot, përmes të vërtetës. Edhe Zot, ne jemi këtu që të jemi dëshmitarë të së vërtetës. Faleminderit, Zot, që fjala jote është e vërteta. Zot, na shenjtëro përmes të vërtetës. Faleminderit që mund të rritemi duke thënë të vërtetën me dashuri, me përulësi, Zot. Faleminderit për frutin e frymës. Zot, ne kemi dëshirë të jetojmë për ty. E di që shumë rrëfyen përpara teje problemin, rrënjën e problemit. Jo thjesht simptomat. O Zot, faleminderit që ti merresh me rrënjën e problemit, me mëkatin vet. Faleminderit, Zot, që ti e guzhdove në kryq. Edhe ne jetojmë sot këtu, në risinë e jetës, që të mos jemi më robër të mëkatit, të krenarisë, kryeneçësisë, arrogancës, rebelimit, kokëforcisë. Por Zot, jemi këtu që t'japim ty lavdi. Faleminderit, Zot, që ti merresh me njerëzit e përulur, edhe ti banon tek ata njerëz që janë të përulur në zemrën e tyre. Faleminderit, Zot, për të vërtetën tënde, na ndrysho dhe na jep mundësi që ne të shpallim. O Zot, dashurinë tënde, që ti erdhe duke u përulur në drurin e kryqit, e përule vetën, u bëre ngjashëm me ne. Zot, i denjë të marrësh gjithë lavdin. Na përdor, Zot, për lavdin e emrit tënd, që drita ungjillit të shkëlqej, që ne të bëjmë dishepoj, e ti të marrësh asgjë më shumë verse lavdin, gjithë lavdin, Zot, që ti meriton. Në emrin tënd të çmuar lutem, Zot,